publikun të cilin unë e kam shumë për qefi. Daut Haxhaj thot pyetje për dytë, a do të ndodh koalicioni VV dhe PDK në javën që jemi apo në fillim të qershorit? Jo, as në javën e që vijim, as në fillim të qershorit. Nasnjërin jo. Nasnjërin jo? Pare? Jo. I garantoni Dautit? Po, i garantojmë Dautit që me lëvizje vetëvendose na ndonë qatë shumë, sa që nuk mund të ketë koalicion. Pajtona plotësisht. Daut, përshëndesim. Bislim Ajazi, një pyetje për Arber Rexhën. A është ndonjë deputet që ka guxim me shpreh mendimin e vet në kundërshtim me zotin Kurti? Po të ashti pse jam në vetëvendosje unë. Me guxu, po? Ja, fal. Unë pse jam në vetëvendosje, jam pse pajtona me Kurtin. Sigur të mos isha pajtu me Kurtin, s'do të isha në vetëvendosje. Dhe natyrshëm, tash ne kemi edhe debate mbrana subjektit ton politik ku nuk pajtohemi, nuk i din ky, domethënë ato. Që ka mos pajtim, ka debat. Normalisht ne dëshirojmë që para publikut me dhanë qëndrimet tona konsistente, të rafinume, programe, në kuptimin asoj që mos me dalë të qeku i libruar para opinionit publik. Okej. Feta Boletini, thot përshëndetje zotri Sadiku, juve dhe deputetëve, përshëndetje Feta, pyetje për zotin Behrami. Zoti Behrami u bë deputet duke mbrojtur kauzën e udhëheqësve të UÇK-s në Hagë dhe plotësisht me të drejtë. Çfarë logjike ka të mos votohet kryetari i parlamentit dhe të funksionalizohet parlamenti aty të shtrohet ajo mbrojtje dhe veprime duke u iniciuar mund nga ju? Fetahu po pyet për juve. Faleminderit shumë, Feta, është pyetje si më thonë logjike. Mirë, po ne nuk e votojmë një personalitet e cila sa ka qenë ministre e drejtësisë, nuk i ka mbulu shpenzimet e mbrojtjes së UÇK-s, vetëm 1/5, veç pak, vetëm 1/5 e shpenzimeve i mbulon shteti Kosovë, vetëm 1/5 i mbulon. Kërkesat për mbi shumat e përcaktuara ata nuk i paguajnë. Kjo është arsyeja kryesore edhe e dyta, këtu e kisha vetë edhe Arberin për shembull. Ku janë njerëzit ka të sigurt që Albini se bllokon apet procesin. Për shembull Arber a voton ti nën kryetarin e listës serbe? A voton? Nuk e votoj. Se voton, u bloku kuvende, urime. Apo kupton? Që? Jo, urime, po të bloku. Ky e boni Jo, shumë mençur. Jo, unë kuptoj. Ja tash na leje pak debat. Apo dhe? Ja, një minutë. Ja. Domethënë e ka bloku tash. Jo, veç pak. Se çatu kanë pasur me bloku, çatu kanë pasur me bloku, po që bloku më herët se kanë parametuar.